time për të ndjekur këtë shfaqje të shtuar poetit të madh Skënder Rusi. Unë kam nderi, kënaqësinë e veçantë që midis ju të gjithëve të kemi të ftuar sot birin e zotit Skënder Rusi, Elis Rusi, pedagog në universitet, cilin e ftoj të thotë dy fjalë sot. Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht dua të falenderoj nga zemra mësuese, Valbonën, drejtoreshën e shkollës, të gjithë nxënësit që kanë jetuar për një kohë të gjatë me poezitë e poetit Skënder Rusi për përgatitjen e kësaj shfaqjeje artistike. Duhet të them që pak para se të fillonte shfaqja, po meditoja për mënyrën si ka përcen, si fluturon koha. Në maj bëhet një vit nga largimi i prershëm drejt qiellit i poetit Skënder Rusi, dhe ndërkohë, për te jetës fizike, jeta shpirtërore vazhdon të jetë e pranishme mes nesh. Edhe besoj ky është një çelës, kuptim plot për çdo njeri që kërkon të bëjë një jetë që ka edhe reatinë e saj, po nuk duhet të harroj asnjëherë që duhet kultivohet edhe shpirti. Dhe shpirti kultivohet, dhe këtë them sidomos për nxënësit, përmes muzikës, përmes poezisë, përmes gjithçkaje të bukur e cila të bën të drithërohesh, edhe të jetosh me atë që është edhe pasioni edhe kënaqësia e ekzistencës. Unë jam i prekur emocionalisht sot, sepse me të futur në të sallë pash buzëqeshjen e babait tim, dhe më duk sikur sytë e tim më ndiqnin në çdo hapësirë që unë lëviza këtu. Dhe kështu janë njerëzit që ne i duam, edhe kur ata nuk janë më mes nesh, na ndjekin me sy, japin atë që është mirësia nga qielli dhe na bëjnë që të mos ndjehemi asnjëherë të vetmuar. Ndaj edhe një herë duke falenderuar poeten Valbona Lola në këtë rast, që bën një omazh kaq të ndjerë për një tjetër poet të qytetit të Korçës. Falenderime nga zemra edhe jam i lumtur për të mikpritje që më do të sot. Faleminderit. Gjuhës shqipe, zonja Ranta, faleminderit që keni ardhur. Përfaqësues të zyrës vendore të arsimit, zonja Tilla, faleminderit që keni ardhur. Drejtori i shkollës, zoti Afanasos, faleminderit. Në drejtori i shkollës son, zoti Temistokli, faleminderit Temistokli. Kemi kënaqësinë e veçantë që përveç kolegëve dhe prindërve të ftuar, kemi dhe 3 mësueset e shkollës mësejtore e parë shqipe. Faleminderit që na nderuat me pjesëmarrjen tuaj. Ishte surprizë ardha juaj. Faleminderit. E gjej veten duke ecur për rrugicat e qytetit tim, në tapetin që vjeshta sapo e ka shtruar. Pas disa minutash, gjendem të punte fillimi pedonales, e cila në këto momente duket që si një shëtitore praktisur. Të cilat njerëzit i shkelin pa mëshirë. Ndjen disa pika shimu në fashën dhe një buhi zejt, e cila më përkëdele së shpirti. Vere lokale të mbyllura, dyshane të mbyllura, dhe një heshtje, e cila nuk është e zakonshme për këtë zonë të qytetit. Këti qyteti, diçka e mungon. I mungon një frymë e ngrohtë, një zemër dhe një shpirt poetik. Librin e së cilit e mbaj në dorë. Në këtë pamje madhështore, e cila i përket gjithmonë të Korçës, nuk kujtoha një njeri po aq madhështor sa edhe vetë ky qytet. I madhi Skënder Rusi. E shpjegoj librin e tij dhe syri më zë disa reshta. Ti dhash ditët e mia më të bukura, që do të vinë me mua për te një kësa jete. Se cila prej tyre është një hand delikate, që fillon e dritet, po e prekon.
si poeti i dashurisë, i cili u rit dhe i rrit i Korçën. Do të thoja se zemra e tij ka përmosur fakte hyjnore me këtë qytet të vetëpjera. Jam e sigurt se ishte personi në zemrën e të cilit jeton përgjithmonë dashuria për qytetin e tij, për Korçën. Çdo gjë që jam duke parë në këto momente, më kujton këtë poet të madh. Dhe poezitë e tij, në vargjet e të cilave derdhet shpirti artistik, që vetëm dikush si ai mund ta zotëronte në mënyrën e duhur. Mund ta cilësoj si ilaçin magjik të perëndive, të cilët e kërkuan pra vetes në një moment. I dha shumë, jo vetëm këtij qyteti, por të gjithë letërsisë dhe kryesisht poezisë. Në poezitë e tij, fjalët i shëndronte në gurë të çmuar. Nuk besoj se do ta gjej diku në mirakullin që ka shkrirë në zemrat e njerëzve që e rrethonin, por edhe të atyre që i lexuan poezitë. Jam e sigurt se fjalët nuk do ta përshkruajnë asnjëherë vlerën e madhe që i dha Korçës, por edhe poezitë që la pas në qytetin e tij, në Korçën tonë të vogël. Lexova librin e tij dhe më tërçoi dhe mua dashurinë që kishte për Korçën. Më bëri ta desha, ta adhuroja këtë qytet të vogël. Skepti i poezisë. Poezi nga Valdona Luna. Ti në dorë mban skeptrin e poezisë. Megjithëse të pëlqen ti je shmbret, fjalët i shndron në gurë të çmuar. Të mjafton, ti je thjesht një poet. Rreth teje rrotullohen planete, shkrihen akunaja si me magji. Je kaq i zakonshëm në dukje, kaq i madhërishëm në brendësi. Je biri yjeve të qiellit e tokës, vllai binjak i diellit, vetëm ti je. Ndaj dhe dimrat e tu janë të gjelbër. Kush e di sa pranvera në shpirt të sheh. Ndaj emrin tuaj, Zotja vija një rrugë. Ai s'meriton vetëm titullin e një poezie. Ai meriton kuroren e shpirtit dhe patjetër emrin e një perëndie. Shuris, poezi nga Skënder Rusi. E dua këtë qytet verbërish, rrethuar i gjithë me kotra. Njëra prej tyre është e imja natyrisht. Aty ka lindur bota. Unë jam i vogli ndër të mëdhenjt. Për rrugë të gjatë jam nisur. Unë jam i madhi ndër të vegjëlit, nga kodra asnjëherë i braktisur. Këtu dashurohen dhe mosha e tretë. Veç të shohësh kur përshapohen ata. Dimrin e tyre e shkrim djemt dhe vajzat gjaskur si ka. Dua të vdes në pëllambën e tij dhe dita që vjen quhet nesër. Te ky park i mbushur me dashuri, me ketra dhe me vjesht. Kur tepron dashuria, poezi nga Skënder Rusi. Ku e gjen gjithë këtë dashuri? E shpërndan tek të gjithë dhe prapë të mbetet. Dhe mbetja brenda tejeri, si shri në pemranjët dhe jo gjendet. Çdo gjë e bukur është kthyer në ti, që vetëm jep e asnjëherë nuk merr. Ndaj është e çuditshme kjo dashuri, që vetëm rrihet dhe asnjëherë nuk shter. Po kur do të më lesh të hyj atje brenda? Apo s'do ta di askush? Se është sekret. Mundohem ta gjej atë shteg për tek zemra, ku të qesh, të qaj, të shtrihem, të vdes.
bashkë me Zoshin, një lloj me ta, unë nuk kam kohë, s'di të ndaloj. Në vetë merën e kam krahë. Kërkoj fjalët e tua dhe përajme, të qeshur tënde, sidomos të qeshur. Paktën kam vetur bosh, si një guack, që a kam vjetur për. Sot, nuk më ka kërkuar asnjë në telefon. Asgjë ka bërë ka pak më të tishit. Sot, më ka marrë shumë kot. Me heshte më ka marrë edhe mishti. Unë jetoj në në vizitë. E brenda saj, atë ku në shpirtë. Unë jam ky lume që juve do të se shikë që me vizë dhe jush të ju këti. Ty nisi që e nga fillu. E dashur Leila, ku ti gjem të një timu dhe së marrë të tua që të shkërbej të një me ishë në to, bon pojre, bon të në do të pojre të të jo në vazë. Kërkoj një luga, unë të bështete, të flenë, lurat e ti, pak, fare pak. Mos të dojme, nisë në mene se më të edhe qëllin janë, s'për vyset bota për ta hëndësh. Voltë, së është në marë që i friqë, fillu të ishtë në toshë. Nuk shko më do të një marë për vejtë, se vejtë, vejtë të këtë projektin që ne ndodhëm në Nusës së Banën. Pyetja e parë është si e kujtoni fëmijërinë tuaj me babain, Skënder Rusi. Fëmijëria është një kokë e tërtuar për çdo njeri, sepse në momentin që e kthen kokën pas gjithçka të buket e ëmbël, e bukur, e mirë, e mbushur me dritë. Dhe kujtimet më të ngrohta të i kemë njerëzit e zemrës janë njerëzit e familjes. Skënder Rusi, poeti,
ka qenë një njeri i cili dinte të jepte pak nga poezia e tij edhe në atë që ishte dita dhe bota e një fëmije. Në kujtimet më të hershme që unë kam, mbaj mend atë kujdes që ai kishte për të zgjedhur fjalët e duhura në trajtimin e çdo situate. Dhe këto fjalë ishte një mikrofsfera vetë dhe mund të jepte që në moshën e fëmijërisë. Unë nisem të kuptoj sa më rëndësishme janë fjalët, sepse fjalët të bëjnë të ndihesh mirë, fjalët të mërzitin, fjalët të bëjnë që të shikosh gjithçka me energji, me entuziazëm, ose edhe të zymtojnë të muzikën edhe të trishtojnë. Dhe fëmijëria ime ka qenë një fëmijëri e ngritur mbi fjalët, meqense i madh fjalën e kishte si ushqim të shpirtit të tij me fjalët e tjera në të poezi. Shumë faleminderit për këtë pyetje. Tani pyetja tjetër është cilat janë disa nga mësimet më të rëndësishme që keni mësuar nga ai, që ja u kapën nga ai? Çdo prit ka mënyrën e vet se si kërkon që të përcjell këshilla, vlera, qëndrimet e fëmijës e tij. Por tema ajo që e dallon të them nga një bjeri ishte nevoja e tij që të më kërkonte mua, por edhe monën time që të ishin njerëz të mirë, të ishin njerëz që të kitin vlera që lidheshin me mundësinë për të ndarë me të tjerët gjërat, jo ti pa të gjitha gjërat për vete. Për të dhënë diçka, për të lënë një gjuhë sa do të vogël edhe tek ato marrëdhënie që ne këtij si përpiquam që të krijojmë me botën edhe me njerëz të tjerë. Është një këshill e tjetra. Ima besonte shumë te liria. Jo të ato sjellje që në njëri janë të ngushta, që nuk të lënë që të është edhe të marrësh hapa për gjërat që ti të dëshiron, sepse vetëm që janë njerëz të kurzohen të jesh i bllokuar në sjellje që ti bën. Kursima beson tek liria dhe më nxitën që unë t'i jepësh pasioneve që vërtet kishin një ndikim të drejtë për te mua. Fatmirësisht, patroni kryesori i letërsia dhe të shkjenë shumë mirë vetëm me një tjetërin, me jetë atë çdo zgjidhje që unë mund të kisha të marrë në jetë vitën më parë, do ishte një zgjedhje që do përkrahej nga babai. Dhe kjo është një orientim, është një vlerë që çdo prindër duhet ta krejë me fëmijën e vet. I janë krahë dhe i të apres futurimit. Shumë faleminderit. Si përshkroni ndikimin e tij në jetën tuaj dhe profesionale, por edhe personale? Do të themi që prindi do të një gjurë me cila sa më shumë makrohesh, sa më shumë hiqesh, sa më shumë rritesh në moshë, aq më tekstuar mbetet në shpirtin tënd. Është një ndikim që pike në lëkurë, e në kërkuj ndikimi nga pasur që mënyra se si organizonim jetën tonë në familje. Unë është jetën timat, ishte kërkuar në libra të ullit dhe kalonte një pjesë të rëndësishme të ditës së tij duke konfiguruar poezinë që provonte. E shikoja edhe te marrëdhënia që kishte në punë dhe në zyrën e tij vetëm libra të zinë syri. Libra që duhet të ishin një element jetë një libër balans, botës edhe krejë në një gjuhë të cilën nuk e kam për ta vetes edhe mundohem të jap familje të vajzës si mes javës. Imat i gjithi poezit. Dhe me këtë do të them që pjesa më e rëndësishme e ekzistencës së tij nuk ishte kuptim pa poezi. Ora kam përshkruar mënyrën se si ai e niste ditën, mënyrën se si ai e mbyllë ditën, si njëri i cili ka një gotë të kristallit dhe kur ka të do nga shpirtin e tij, ato përshëndije, ato vica ndryshimi, janë barqet, janë poezikë, është një mesazh i cili përmes fjalës artistike mundohet të
për cilët të kaloj tek lexuesit, tek njerëzit, tek bota për ta bërë botën më të mirë. Ky elementi i mirësisë, elementi i ndjeshmërisë, nevoja për t'i dhënë një formë ekzistencës, dhe përmes ekzistencës tënde për t'i dhënë edhe një formë vështrim botës, e bën të veçantë dhe papërsëritshëm në poetën Skënderë Rusi. Ne prej tij kam mësuar njeriu në ekzistencën e tij toksore, jetën fizike ka të saktuar edhe në funda. Jetën fizike çdo njeriu baron, po njeriu duhet të punojë për atë që veten pas tij. Duhet të lesh kënaqësitë e veta të gjurmët e veta që edhe pas të ketë një të larguar ka krijet, njerëzit të flasin, ta kujtojnë, ta ndjejnë edhe të admirojnë ato punë që kanë ngritur gjatë gjithë ekzistencës duke investuar në shpirt. A ka ndonjë poezi të tij që ju prek veçanërisht dhe pse? Nga poezitë më të ndjeshme që unë kam lexuar, pastaj kam dëgjuar si të interpretuar dhe të tij, është një poezi që i madhe ka kushtuar nënës së tij. Në ndonjë pak e ju sa poezë të lidhja e fëmijës me nënën. Ka është një poezi që ai ka kushtuar nënës dhe gjyqës time, e cila tani nuk jeton më. Në bashkë dhe se poezia ma gjithë të drejtë për drejtë ishte të push në zemrën edhe me bindje, por edhe me një dëshmëri e cila gjatë mos baroj kur. Ato bashkë poezia fillon në këtë mënyrë. Gjithnjë popull është më e vogël, sikur po jam për shtotës. Unë jam atje, në sytë e rrugë, ku është fillimi i gjithë botës. Sytë e nënës është fillimi i gjithë botës, i krejt jetës, i krejt ekzistencës sonë. Dhe ato sytë e rrugë, ai kuris që sa vjen edhe kruset, është një çka për nënës, sepse nuk ka të bëjë vetëm fizike që nëna pa mbi veten. Është ajo forcë shpirtërore që ajo ka që të bën i jepesh jetës, i gëzohesh jetës edhe të ndjeshëm për të gjithmonë. Çfarë mëshirash do të jepni vëllezërve të rinj për të ndjekur pasionet e tyre kreative? Është kështu që i ka dhënë para meje një poet italian. Se kam. Është këtë parë të asumime. Si në të asumime të rinjës, e kishte si element të pandashur, por përse një shprehje të tillë. Lexoni. Dhe brenda jush do krijohet diçka jashtëzakonshme, e mrekullueshme. Kjo është kultura. S'ka gjë të mirë se kultura në jetën e kujtën. Keni ndonjë projekt të artshëm që lidhet me trashëgimin e nevojave tuaja? I madh ka lënë një poezi për shkrim, dhe padyshim një poezi për autor. Njerëz, ajo që për mua është e rëndësishme, lidhet me nevojën që në mënyrë të vazhduar poezitë e zgjedhura të poetit Skënderë Rusit të botrohen, të përkthehen në mënyrë që ajo që kam ishte më e rëndësishme në jetën e tij, poezia, të mos vdes asnjëherë. Dhe fundit, si shihni rolin e poezisë në shoqërinë e sotme? Poezia lidhet me të bukurën, edhe nga bildëmike që të mendosh se njeriu mund të bëjë pas bukurën, pra mund të bëjë pa poezinë. Është një tjetër autor, Sartre, i cili thotë jeta ose kultura ose shoqëria mund të bëjë shumë mirë pa poezi. Po atë më mirë mund të bëjë pa njerëz që ti konfesojnë te poezia. Ne kemi nevojë të besojmë te poezia, të besojmë te kultura, sepse janë dy elemente të cilët na shoqërojnë edhe nga pikpamja morale, edhe nga pikpamja etike, edhe nga pikpamja njerëzore. Një shoqëri me poezi është një shoqëri e cila ditë ndaj edhe jo më për vete, ditë orientoria që duhet të bashkëpunohet edhe jo të tregoj vetinat e kërkuara. Ndaj lexoni poezi, lexoni letërsi se në këtë mënyrë keni mundësi të jepni vetes një dhuratë të pançmuar që është kultura. Shumë faleminderit. Edhe gjithashtu për kohën që na kushtuat. Faleminderit.
Horica, mi Aleksi akapimeni. Zose mia Poli, ku είναι στοιχειωμένη. Ξυπνάει σε ένα βουνό. Ο ήλιος πριν από το ταξίδι στηρίζεται στον ώμο ενός στρατιώτη. Ζώσε μια πόλη η οποία συγχωρεί όλες τις τρέλες που έχω κάνει. Είμαι αμαρτωλός. Γιατί να το κρύψω? Γι' αυτό προσέρχομαι όπως όλοι. Hordisha, me hodën dhe samt, me gjeshët, me vut një malë për sipër, me pas ca lot, me pas ca lole artificiale, me pas të latë e ikët. Më pas i latë të duart nga dheu, edhe nga dhe shkuat, drekuat, dhe nisët të qeshni përsëri, të thoni parsëleta banale, të shkelni syri njëri tjetrit, me djallëzi. Qaktor horor në tërk të loj me këtë gjoja dashuri. Veç nëna. Nëna. Hyri fshektas atje brenda, si një reze dielli në dimër, për të ndarë me mua gjitha të malveu që më vut për sipër. Veç nëna tani, në zësht e kishtave, që ketë si dikur, shpëpurit flokët, mi thëret me emra shokët. Janë bërë 100 vjetë që kur ke nisur të drejtesh, si të ishe një floge që tregon drejtimin e erës. Aq sa tani, unë kam kryuar lije që si kise kraut, për pjesë e zemës. Se vetëm brenda saj gjithë një frynë e erëra e vinca dimra që nuk duan të ikin. Por ti e vokla ime, mos u fshime për qepa, e mos ki turp nga sërë që ti bezdisin. Se je dorë poeti e kjo nuk është të pak. Gjithë një veç groktësiu ke falur njerëzve. Gjithë një e kjo rrët dashurina fals dhe shtëngimit fals me duart e të tjerëve. Dore dashur, e ti që të në mu. Një 100 vjetë kam bërë 1000 marrëzi, por asnjëherë në dimër më s'jam ndodhur, se sa kur drihesh ti. Korgjës, një fjallë, dashuri. Jetoj një qytet në formë zemre, ku kitarët nejtë dhe marrone, ku djetë nuk rinë pa të shkrimur syri. Dhe vajzata? Vajzëve qenë të kancëmore. Jetoj në një qytet që dremit, dhe zgjoj një sutrin e një marë. Ku djeli, para se të një sunetimin, që me pak një sut të një shtarë. Jetoj në një qytet që më deh, jo me vodkë, por me dashuri. Kush
çdo grua në sy nuk të sheh, por të ndjek me sy kur të sheh ti. Jetoj në një qytet që mi tha të gjitha marrëzit që kam bërë. E çfarë sheh? Edhe unë jam mëkatar. Ndale falem si çfarë të tërë. Jetoj në një qytet që e dua, brenda zemrës së kristal. Dhe tru, a do t'ari dot që tham nga fama ime t'ja tham? Jetoj në një qytet ku nesër do ta kemi patjetër emrin e një rruge. Por në kuestin këtësi, do të tregoj atë që në vend të gurëve është në shkruar me punë. Të borave kërkoj të futem brenda syve të tu. Dhe kjo, me asnjë kusht, natyrisht, për jashtë, po pije të borë blu. Nuk është dëbor, po shpirt. Trokas në portën që atje më shpirt, dhe sytë e tu të më vend. Pije të borë blu, vazhdo me pije, është shpirti im që më vend. Brenda syve të tu, edhe unë kërkoj pas një kushë të hy. Por ky qiell dua ka shumë, më lodhën yjet që me dorë shty. Kërkoj të hy brenda syve të tu. Paçka se kam të vështirë të them, të dua. Ti, edhe që pikët e ke edhe në luftë. Një brota që mos më shohësh mua. Tre flesh në parkun i mirë. Tre flesh. Në shtisin me tre baston. Sot, që kam veshur me tjetër luk. Në çdo baston të tyre jam futur unë. Tuk baston. Tuk. Asnjëri prej tyre s'dua të rëzohet rrugën e gjende dhe kur e humbë. Dhe flasin ta për gratë, për kohën që për më shtohen. Tuk, baston, tuk. Kur gjishin ata mbrëmjet nuk mbarohen, për të tretën të darës ku s'ka në fund. Do njeri kthejnë kokën, pas në një plak e harohen. Tuk, baston, tuk. Përshëndetje, unë jam Marina Shiramixhi, jam nxënëse e klasës të 9A dhe jam shumë e njohur që sot jam pjesë e panelit të dytë. Të shfaqur në projektor shikojmë një portretin e Skënderbeut, e pikturuar nga Anastela Pantazi. Shikojmë përdorimin e ngjyrave të shumta, të cilat tregojnë mjaft qartë jo vetëm pamjen e tij, por edhe shpirtin e tij, i cili ishte poeti i qytetit të dashurisë dhe i njerëzve të thjeshtë. Pikturat e tjera janë piktura bardhëzi të realizuara nga Alex Deutsche. Këto piktura, njësoj si edhe vetë poezitë e Skënderbeut, flasin me heshtje. Në piktura e parë do të shikojmë një nanë mbi varrin e të birit të saj. Dhe kjo pikturë simbolizon që edhe pas vdekjes të fëmijës, nana përsëri do të kujdeste për atë njësoj. Tek piktura e dytë bardhëzi shikojmë dy duar, të cilat secila mbajnë nga një stilolaf. Stilolafi me kurorë simbolizon që vetë Skënderbeuti ishte mbreti i shkrimit. Ndërsa tek e treta shikojmë zemrën, brenda së cilës ndodhet Korça. Korça është gjithashtu edhe qyteti i dashurisë.
Më pëlqen shumë mënyra se si Aleksi ka përdorur imagjinatën e tij për këto piktura, sepse shikojmë edhe lidhjen se si dy arte të ndryshme, arti i shkrimit dhe arti i pikturës, ndërthuren midis njëra tjetrës. Përshëndetje, unë që Emilio Gurishta dhe sot jam tu për të shprehur opinionin tim rreth disa pjesë të shfaqjes së sotme. Në lidhje me njeriu që pinte me dy gota, ishte një pjesë e shfaqjes e cila ishte përdorur me inteligjencë artificiale, diçka që mua më duk ide shumë inovative dhe mbretëranëse. Përputhja e imazheve me vargjet ishte diçka shumë e veçantë dhe i jepte gjallërinë poezisë. Gjithashtu, tre pleq në parku Rinia kishte përdorur të njëjtën metodë, kishte përdorur inteligjencën artificiale për të krijuar një lloj filmi të shkurtër për të kthyer vargjet e poezisë në një film të vërtetë. Gjithashtu kjo ishte një ide shumë inovative dhe veçantë dhe ishte diçka shumë bashkëkohore që i përshtatet kësaj shfaqjeje. Tani nuk jam një poetike, më pëlqeu shumë që kishin marrë pjesë nga kjo ngrënie poetike, për shkak se tregojnë mjaft bukur edhe pjesë nga liria e dhimbjes së Përshëndetje, unë jam Alicia Shiriako, jam nxënëse klasës së 9-ta dhe ndihem shumë e privilegjuar të jem pjesë e këtij paneli që dhe të futem në brendin e shfaqjes që vërtet përcjell artin në skenë. Rreth intervistës do doja të përmendja që pyetjet ishin sa sentimentale, aq edhe bashkëkohore dhe ishin koherente, dhe në gjykimin tim më la të kuptoja që përveç se ishte një poet i arir, mund të themi se ishte edhe një njeri i plotësuar, që kjo mendim më la të kuptonte fjalëve të tij që ishin të skalitura në memorien e të birit. Ju falenderoj për vëmendjen që na dhatë neve të panelit klinik dhe unë do të falenderoj Mustafa Valbonën që na bëri këtë ftesë për të marrë pjesë në projekt. Gjithashtu dua të uroj pjesëmarrësit e këtij projekti si dhe Mustafa Valbonën për një projekt kaq të arrirë dhe dua të them se ky projekt ishte një omazh i vërtet për Skënderusin.
bukur maj, unë ty takova. Tek pori e futur në një lule. Lulet e majt për ty ndërova. Lumturi në shpirt veç ti ma prure. Kur maj unë ty takova. Tek pori e futur në një lule. Lulet e majt për ty ndërova. Lumturi në shpirt veç ti ma prure. Por tani e vysh kur mas kërë. Lulet e tua për mua s'kan në vlerë. Nuk je ti lulja e ditës maji, por je hija e këngësimet vaji. Më kujtohen ditët kur rinia, sa e mbet ajo nga dashuria. Ishe e vogël atëherë vajza ime, s'mendoje tjetër veç për ëndërime. Por tani e vysh kur mas kërë. Lulet e tua për mua s'kan në vlerë. Nuk je ti lulja e ditës maji, por je hija e këngësimet vaji. S'më harohen ditët kur rinia, sa e mbet ajo nga dashuria. Do kujtoj për herë moj lulja ime. Do se je kaq lartë se zemrës time. Por tani e vysh kur mas kërë. Lulet e tua për mua s'kan në vlerë. Nuk je ti lulja e ditës maji, por je hija e këngësimet vaji. Anastela ka fituar dhe detyrohet të diskutojë. Unë dua të bëj një falenderim sepse syt të kapni me një të portret të bërë me dashuri, po jam i emocionuar nga ai pasion, ajo energji që këta fëmijë këta nxënës kanë, dhe i gjithë kjo shfaqje nuk do ishte bërë pa kujdesin edhe dashurinë e poetës së qytetit Korçës, Valbonës, dhe unë jam i mirënjohës nga zemra. Faleminderit. Është momenti i ndarjes së certifikatave si momenti tim, Marina Filosi, Alicia Ciliaco, Natalia Lucic, Tomi Kash, Alek Dolca, dhe Vasilian Tolovka.
Lester. Grace